Bombardoni laboratorët e inteligjencës artificiale, kjo ka qenë thirrja e 2 shkencëtarëve të njohur, të cilët kanë paralajmëruar se rreziku më i madh për njerëzimin mund të vi nga diçka shumë më reale, inteligjenca artificiale. Kanë qenë shkencëtarët Eliezer Yudkowsky dhe Nate Soares, të cilët janë drejtuar Institutit të kërkimeve mbi inteligjencën e makinerive në Kaliforni, të cilët kanë 25 vite që studiojnë mbi këto zhvillime dhe të cilët kanë ngrer alarmin se gjithçka mund të dalë jashtë kontrollit. Pikërisht për këtë do të diskutojmë tani me inxhinierin biomjekësor Ermand Mertenika. Ermand, përshëndetje. Përshëndetje Dorentina dhe kënaqësi që jam pranues në TV1. Gjithashtu, Ermand, një alarm ndoshta dhe fjalë të pazakonshme në gjithë këtë zhvillim të inteligjencës artificiale, duke qenë se ne jemi të prirur të mendojmë se do ta përdorim vetëm pozitivisht, mirë po vjen një alarm këtu nga 2 shkencëtarë të cilët bëjnë thirrje që të bombardohen laboratorët e inteligjencës artificiale. A mund ta sqarojmë pak dhe pastaj të flasim se cilat janë ndoshta edhe rreziqet që kanë paralajmëruar shkencëtarët? Ajo që unë mendoj faktikisht më duket një lajm shumë i çuditshëm që të bombardosh facilitetet e inteligjencës artificiale, më duket që ne të themi në epokën e burit prapë. Askush nuk do donte domethënë se e studia domethënë është shumë e çuditshme që të thonë bombardosh kur unë apo ne të teknologjisë apo dhe pjesa më e madhe e njerëzve janë pro teknologjisë, inteligjencë artificiale, se inteligjenca artificiale po na ndihmon në çdo proces të punës. Është kthyer domethënë si instrumenti jon më i mirë dhe më i rëndësishëm domethënë në çdo proces. Edhe ne kemi folur edhe për asistentin virtual apo është një ndihmë shumë e madhe për ne domethënë. Po, Mertenika marr parasysh gjitha zhvillimet që po i shohim dita ditës e që nganjëherë po shkojnë edhe përtej parashikimeve tona, më pas kur kemi një panik ose alarmon edhe shkencëtarët dhe paralajmërojnë diçka të tillë, sa e rrezikshme mund të jetë inteligjenca artificiale. Nësa duket kemi pak shkëputje me kthehet në pak sekonda pastaj Mertenika. E kemi sërish Mertenikën. Isha duke thënë sa e rrezikshme mund të jetë realisht inteligjenca artificiale në një linjë kur alarmon edhe shkencëtarët të cilët në një farë forme edhe janë kontribues të zhvillimit të teknologjisë. Unë faktikisht nuk është se i shikoj të rrezikshme, unë inteligjencën artificiale më shumë e peshoj në aspektin pozitiv, me thënë të drejtën, sepse faktikisht inteligjenca artificiale është një koncept ose është një, si mund të themi, një epokë që ne po na çon shumë përpara. Duke filluar domethënë që nga përdorimi në çdo sektor, që nga zhvillimet që po bëhen nga shëndetësia, pra sot kemi një shëndetësi të avancuar digjitale, që nga arsimi, sot pikërisht pra kemi një arsim më modern për shkak të teknologjisë, për shkak të, për shembull fjala vjen anatomive digjitale, për shkak të mikroskopëve digjital, e të tjerë që po na ndihmojnë në çdo proces, domethënë. Sot kemi superkompjuter apo super laptop të cilët po ndikojnë pozitivisht pikërisht pra në çdo punë që ne bëjmë, kryesisht në botën e marketingut digjital. Inteligjenca artificiale krijoi edhe atë social media management ose social media contenter, një profesion i ri, ku çdo kush, domethënë që është i apasionuar mas graphic designit e tjera, mund të krijojë çuditëra, domethënë është një gjumë marketingu e paparë. Mu personalisht, realisht, kur e dëgjova këtë lajm u habita jashtë mase, sepse ne jemi kundër shkatërimit të inteligjencës artificiale, ndryshe edhe jeta nuk do kishte sens, domethënë pa teknologjinë. Mertenika, efekte anësore apo side mbetet pozitive përderisa e kemi nën kontroll. Frika e këtyre shkencëtarëve ka qenë që mund të dalë jashtë kontrollit, që ajo të zhvillohet më shpejt se sa aftësia jon për ta kontrolluar atë. Dhe këtu pastaj qëndron ndoshta çështja për të diskutuar, se a ka gjasa që zhvillohet më shpejt dhe të na dalë nga duart. Unë e mendoj, Dorentina, faktikisht inteligjenca artificiale e teknologjia varet nga ne. Nëse ne e përdorim më së miri, nëse ne e zhvillojmë më së miri, që të jetë shumë
jetë shumë përfituese për gjërat tona, që ta përdorim për nevojat tona, apo për ta përdorim që të na ndihmojnë neve, atëherë kur inteligjenca artificiale nuk ka për të kthyer në bumerang, domethënë jashtë kontrollit. Ne kemi parë filma fantastiko shkencor, etj, siç ka qenë ai me Will Smithin, ai robot, për shembull që krijuan këto humanoid komercial, sisteme robotike, pra që kishin gjojat e implementuar një asistent digital, për shembull ChatGPT në atë sistem robotik. Ai ishte një film I tillë duke dhënë mesazh, nëse keq përdorim ne, robotët në thojza mund të na dalin jashtë kontrollit, pra inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrollit. Por nëse ne mirë mbajmë ashtu siç duhet e përdorim për qëllime pozitive, inteligjenca artificiale amplifikon qëllimet tona. Nëse ne e përdorim për keq, atëherë ajo I shumëzon aspektet negative. Në shëndetësi ne kemi përmendur, në aspektin psikologjik I kemi përmendur, shkakton, domethënë inteligjenca artificiale ka krijuar introvertizmin në kulm, ka krijuar një shoqëri shumë të diverte nga ajo që ka qenë përpara, është humbur ai koncepti socializimit, sot jemi bërë unë dhe telefoni, unë dhe shoku im digital, dhe në shëndetësi ka krijuar hera herës fëmijët e vegjël që rrinë gjithkohë për telefona, probleme me shikimin, probleme me qafën, probleme me shtyllën kurrizore, pra me cervikalin, probleme të ndryshme dhe psikologjike, ndikohen të rritë sot në rrjetet sociale, kujtojnë për shembull se jeta e Instagramit është pikërisht jeta reale dhe ndikon në këtë gjë, domethënë në një botë virtuale ku I zgjuar është ai që e kupton. Domethënë dhe e përdor më së miri. Kto më pas Mertenika varen edhe në mënyrën se si ne I përdorim ato, megjithatë pak më ndryshe se mendimi juaj ishin mendimet e dy shkencëtarëve, të cilat në librin e tyre me titull If Anyone Builds It, Everyone Dies, ato shprehen se inteligjencat artificiale janë të programuara për qenë të suksesshme me çdo kusht. Çka shqetësimi I tyre është se mund të çojë në krijimin e dëshirave dhe qëllimeve të vetë makinerive. Në këtë kontekst. A mund të ndodhë kjo? Praktikisht, diçka shumë interesante që e ke prekur, domethënë, tani të flasësh, domethënë për dëshira, unë mendoj që inteligjenca artificiale është një koncept që nuk ka, domethënë një sistem robotik nuk ka inteligjencë emocionale. Por një sistem robotik ka ato inteligjencën automatike, që ne I themi inteligjenca matematikore, 1-0 nuk gabon, është precize. Por që inteligjenca artificiale mund përdoret nga ne. Nëse ne e përdorim për qëllime pozitive, atëherë I japim drejtim, sepse inteligjenca artificiale është push the button and go, pra press the button. Shtyp butonin dhe vazhdon, domethënë. Por që sigurisht ne njerëzit inteligjencë natyrale mund ta përdorim edhe për keqbërje, domethënë. Shikojmë sot në luftra, për shembull, sot s'ka luftra që bën me anë të njerëzve. Si në epokën e dikushme, sot ka luftra që bën me sisteme robotik, që bën me dron automatik, bëhen me tanke robotike etj. Pra për keqpërdorimi. Një tjetër gjë për shembull, siç ka qenë edhe tek lojrat apo përdorimi inteligjencë artificiale në Reels në TikTok, duke dhënë mesazhe negative si bulizime apo video jo të hijshme për shoqërinë. Kjo ndikon negativisht sepse ndikon pikërisht në përkeqësimin e psikologjik të rive apo fëmijëve. Kështu për shembull është keq përdorimi I inteligjencës artificiale. Por që ai lajmi mua më ka shastisur fare, domethënë që të shkatërrohet inteligjenca artificiale dhe ne të kthehemi në epokën e burit, tash duhet presim një Arkimet tjetër apo një Isaac Newton tjetër që na orientoj. Kjo pjesa e bombardimit, por që çdo ne jemi autoritarë, ne jemi ata që e menaxhojmë dhe e komandojmë. Pjesa e bombardimit mund të qenë edhe figurative. Pjesa e bombardimit laboratorëve mund të qenë sepse një interesant që mua më ka bërë shumë për vete, faktikisht ka qenë më duket në 2008 aty në 4 në Al Pacino, që u krijua një artiste me anë të një gjuhë programimi, pra një kod kompjuterik, dhe kjo artiste u implementu në një sallë, në një sistem holografie, holograma. Dhe legjefili mori kishte shikueshmëri maksimale në gjithë botën, por që jepte këtë mesazh që këto që e shikonin këtë filmin, sepse filmi quhej Simulation 1, por që ajo kishte emrin Simon. Dhe ndërkohë, ato që e kishin dëgjuar për shembull në film ishin aq mallë ngjyra me këtë kombëtar se që donin ta takonin, ndërkohë që
ishte pamundur sepse kjo ishte një kod kompjuterik i projektuar në një hologram, gjatë të cilës në atë skenën e mrekullueshme që ishte bërë, të gjithë e shikonin si një njeri të gjallë që këndonte, domethënë. Imagjino çfarë bën inteligjenca artificiale, domethënë krijon atë similaritetin me ne, me inteligjencën njerëzore. Për shembull, fjala vjen humanoidët të cilët janë krijuar që janë tipik si njerëz, si ajo Meka që ka 2-3 vjet, jo më të tjerë që Elon Musk ka thënë që do ndërtoj humanoid, do krijoj humanoid brenda 2040-s rreth 1 miliard humanoid. Pra, po krijohet kloni digjital. Po krijohet, domethënë, është diçka shumë e bukur, shumë interesante, domethënë, por që ne duhet dim ta menaxhojmë më së miri. Inteligjenca artificiale të krijojë mrekullira, të krijojë gjëra të çuditshme, gjëra të bukura për të atraktuar. Jo ta keq përdorim, domethënë siç keq përdoret në rrjetet sociale nga të rit, për shembull në ushtri apo kanë ndikuar për shembull dhe vetë tek studentët që apo të rinj të cilët kërkojnë të bëjnë njëse apo aftësi krijuese me inteligjencë artificiale. Pra është si një instrument dhe një aset shumë i rëndësishëm për ne, që nëse ne e përdorim më së miri, atëherë ajo bën çuditëra. Po, dhe në rast Pra, ne tani kemi filluar të studiojmë edhe astronominë, të studiojmë planetët, të studiojmë meteorët, me çfarë? Me observatorët elektronik digjital, të cilët janë sot. Domethënë, imagjino ku po shkon astronomia, shkenca astronomisë, pra NASA e të tjera. Ndërkohë që pa inteligjencë artificiale ne do mendonim akoma që toka është e sheshtë. Domethënë, imagjino sa na ka hapur syt inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i teknologjisë. Pra, dikur se po e themi për trajt batutit, për ta bërë më atraktive dhe emisionin. Dikur Isaac Newtonit atëherë i ra një kokërmoll në kokë nga pema dhe sot me atë teknologjisë është për të shpjegojmë gravitetin, që planetët kanë gravitet, pra toka ka gravitet, pra aftësi të rejse magnetike. Pra imagjino sa na ka krijuar, domethënë na ka evoluar, na ka zhvilluar, domethënë teknologjia sot. Sa shëndetësia sot është bërë e papar. Sot kemi të bëjmë një shëndetësi digjitale moderne, ku kirurgjiet bëhen në mënyrë precize, shumë sëmundje janë zbuluar, janë trajtuar nga teknologjia, inteligjenca artificiale, pacientët po diagnostikohen më shpejt, në sistemet e IT-s sot kemi super laptop, super kompjutera, super servera të cilët mbajnë informacione madhore. Pra, le të marrim këtë rast. Në vitet 80-90 kishim kompjutera që ishin sa një dhomë. Sot kemi mikrochipa të cilët kanë kapacitetin e atyre të kompjuterave që janë qenë para 20 vjetësh. Pra, është diçka që unë e shikoj me shumë pozitivitet dhe pavarësisht se thonë që dua ta shkatrojnë, inteligjenca artificiale është e pamundur që të shkatrohet. Pra vetëm do vazhdoj të progresoj pozitivisht në mënyrë galopante, nuk ka kësi mbrapsh. Keq përdorim është bumerang që mund të na dëmtojë neve, domethënë. Po, sigurisht. Një ndërlidhje të inteligjencave, një inteligjencë artificiale ka saktësi dhe precizion maksimal. Një inteligjencë natyrale ka mendimin dhe logjikën organike dhe inteligjencën emocionale. Nëse ne i bëjmë bashkë të gjitha, kemi të bëjmë inteligencë organike natyrale, inteligjencë emocionale dhe inteligjencë artificiale. Pra, kemi të bëjmë pikërisht nëse harmonia e këtyre është perfekte. Ne e përdorim gjithmonë për aspekte pozitive. Po, dhe pikërisht, përderisa përdoret pozitivisht dhe kemi gjëra pozitive nga ajo, mirë për rreziku që të keq përdoret, sigurisht që është i madh. Megjithatë, këtu dua të shtroj një pyetje se Rreziku që të keq përdoret nga ne, inteligjenca natyrale. Po, sigurisht. E menaxhon ai. Po, sigurisht. Dhe a do duhej Mertenika që të bëhej ndoshta një, meqense po flasin dhe shkencëtarët janë alarmuar për këtë, do duhej ndoshta të bëjë një konvent ndërkombëtare për inteligjencën artificiale, njësoj siç është ajo dhe për armët bërthamore, që të parandalohet një rrezik për cilin edhe kanë folur shkencëtarët. Dorentina ke prekur një pikë shumë interesante ke kjo për të krijuar një lloj kufiri, domethënë, por që inteligjenca artificiale është e vështirë të bëhet një konvent international, domethënë që të gjejnë të bën legjislacione për është shumë e vështirë, sepse çdo gjë varet nga ne. Ne nuk mund ta ndalojmë dot, domethënë, dhe diku bllokimin e rrjeteve sociale si TikTok etj etj, por që ta ndalojmë instrumentin AI-s.
me legjislacion është shumë e vështirë, sepse bota e inteligencës artificiale është shumë gjerë dhe e gjatë dhe... Po, e them vetëm në kontekstin e parandalimit që të abuzohet me teknologjinë. Për këtë e kisha fjalën. Patjetër. Për parandalimit e rrjetet sociale duke vendosur filtra që të bëjmë TikTok-un, kjo po. Po, Mertenika... Ose përdorimi, të ndalohet përdorimi i telefonave apo smartphone-ve për fëmijët, gjithkohon të qëndruar në scroll që 2 vjeç, 3 vjeç me tablet. Mertenika, kur po flasim për mënyrën e duhur të përdorimit të inteligjencës artificiale, me qënë se edhe në përditshmëri mirësh edhe deri diku, nëse mund të themi studion edhe fenomenet, sa mirë dim të përdorim ne shqiptarët inteligjencën artificiale, apo kryesisht jemi të prirur që ajo të na dominoj ne? Faktikisht në Shqipëri dhe në Kosovë ka të rinj të cilët janë shumë të apasionuar mbas teknologjisë. Gjithashtu ka dhe startupe të ndryshme të cilët krijojnë, ideojnë, domethënë që ja praktikojnë këtë ide. Shumë që unë mendoj që edhe në Shqipëri kryesisht nga të rinjt, domethënë nga mosha e mesme, të rinjt e përdorin më së miri. Nuk është se po na dominon, por që duhet të jemi të kujdesshëm për problematika për shembull në tek lëndët apo të tjera si gjërat në logjikët natyrale. Logjikët organike. Kemi parë shpeshherë edhe në fakt po komentohet edhe në formë të shakos, mirë po realisht mund të jetë shqetësuese. Kemi parë shpeshherë përfaqësues politik, cilët në postimet e tyre shkruajnë tekste të cilët ndonjëherë nuk kanë kuptim, të nxjerra nga ChatGPT. Më pas kemi parë edhe asambleista kohë të fundit, edhe në Kosovë tash me qenë se jemi në fushatë zgjedhore, cilët në fjalimet e tyre shpeshherë fjalët nuk kanë bërë sens. Si rrjedhoj e asaj që tekstet kanë qenë të nxjerrura nga inteligjenca artificiale në këtë kontekst? Po përdorim gabimisht? Kjo është gjë që normalisht mendoj që duhet parandalohet. Mbase mund të ndihmoj deri diku për shkakun, por që mendoj domethënë që përdorimi i ChatGPT-rave për në kontekst si mund të themi legjislativ apo të tjera, mendoj që deri diku duhet ndalohet. Mendoj unë vetë, domethënë. Për shembull, fjala që i përdorim inteligjencën artificiale në instrumentat e përkrimit, siç është Google Translate etj. Kjo po, se mund ta redaktojmë. Po që të krijosh një fjalim me inteligjencë artificiale, më duket domethënë është më e këndshme të ta krijosh me mendjen tënde, në mënyrë organike, të mendosh qartë. Sigurisht, sepse tashmë ka filluar dhe të bëhet si shaka ajo që imagjinon ne kur kemi kryer studimet, të gjitha esejet dhe të gjitha punimet i kemi bërë vetë. Nuk e kemi pasur ndihmën e ChatGPT si që kanë sot. Dhe ajo që mendoj Dorentina jemi një brez më i fortë. Ne kemi pas celularën në gjimnaz, domethënë shohim lëndat, ishim më të përgatitur faktikisht dhe mendoj që jemi më të përgatitur se sa brezi i teknologjisë sot. Sepse sot mund të themi është teknologjia, domethënë sot është e përgatitur teknologjia, por që ne si brez kemi qenë më të përgatitur, mendoj unë. Po, dhe një pyetje të fundit, Mertenika, janë të përgatitur qytetarët për ndryshimet që po vinë, apo ndoshta do duhet të krijoheshin disa mekanizma që do t'i përgatitnin qytetarët ndoshta gjithë botës për rolin dominues që do ta ketë inteligjenca artificiale në të ardhmen? Ajo që unë mendoj më shumë duhet investohet ke pjesa trajnimeve. Domethënë që për çdo efekt ose për çdo veprim që do bëhet me anë inteligjencë artificiale, një është edhe qytetarët trajnohen. Që të dinë përdorin për shembull në mënyrë sa më optimale, e mendoj unë. Duhet fokusohet shumë te pjesa e trajnimeve. Se kështu që po vjen inteligjenca artificiale, po zhvillohet dhe po nxjerr shumë koncepte të reja, dhe është e nevojshme patjetër trajnimi i stafit, i njerëzve, i qytetarëve, që përdoret më së miri ashtu si duhet. E qartë, Mertenika, të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Ishte një kënaqësi shumë e madhe që isha pranë jush në 8B1. Faleminderit shumë. Shumë, Mertenika, ndërkaq me këtë intervizë, Dorentina, kemi arritur edhe drejt fundit të një tjetër.